Mbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht një me titujt kryesor. Grupi teknik Koela ka lënë raportin i bar për Shqipërinë, janë ambasadorët e BE që do të japin vendimin final. Raporti i bar për Shqipërinë nuk është miratuar, deputetja demokrate Albana Vokshi në kuvend, Gogu gënjeu, ministri opozita Kasmir ndaj Progresit. Antarësimi në BE, kancelari Merz propozon për vendet e Ballkanit Perëndimor proces të përshpejtuar. PS-PD bien dakord për ndryshimet në rregulloren e kuvendit, pritet votimi në seancë. Makina në kundërvajtje përplaset me një tjetër, vdes një person që ishte duke lëvizur në vendin e aksidentit me biçikletë. Bordi i transparencës ndryshon sërish çmimet, ulen nafta dhe benzina. Raporti i bordit të paqes Trump, Hamasi mbetet pengesa kryesore për armëpushimin. Kryeministri izraelit Netanyahu kritikon ministrin e tij Ben Gvir pas incidentit me aktivistët humanitarë. Njemi tani më gjërësish, grupi teknik i punës në Këshillin Evropian ka miratuar draftin e raportit i bar pa asnjë kundërshtim nga shtetet anëtare. Lajmi bëhet i ditur për News 24 nga një zëdhënës i Këshillit Evropian. Në mbledhjen e kësaj të enjteje, Koela arriti një marrëveshje për i bar dhe dosja do t'i shkojë për miratim nesër ambasadorëve të BE-s, grupimi i njohur si Coreper. Nëse gjithçka shkon sipas planit, më 26 maj do të mblidhet konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian. Një konfirmim zyrtar do të mësohet vetëm pas takimit të Coreperit ditën e premte. Para publikimit të këtij lajmi, gjatë seancës plenare, ministri i drejtësisë Toni Gogu është vënë në qendër të kritikave të opozitës për informacion të pavërtet lidhur me ecurinë e raportit i bar. Deputetja Albana Vokshi e përgënjeshtroi deklaratën e tij të së martës duke i kërkuar të bëjë ndjesë publike. Raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, apo si ju jeni mësuar që ta thërrisni me gjuhën teknike, pra me akronimin teknik i bari, tashmë ka kaluar nga grupi i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare, të vendeve të përhershme. Kjo ishte deklarata e ministrit të drejtësisë Toni Gogu të martën, kur njoftoi se grupi teknik i punës në Këshillin Evropian Koela i ka kaluar raportin e vlerësimit të piketave të ndërmjetme për Shqipërinë, i njohur ndryshe si i bar, mbledhjes së ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që përbën nivelin e dytë të vendimarrjes brenda Këshillit Evropian, por deputetja demokrate Albana Vokshi përgënjeshtroi deklaratat e ministrit Gogu, duke thënë se duhet të kërkojë falje për shpërndarjen e një lajmi të pavërtetë. Si mundet pa ju dridhur qerpiku, me çfarë pa ftyrësie, ose pa aftësie, ose pa dijenie, mundet një ministër të japi një lajm që s'është i vërtet. Pra të mashtroj publikun. Dhe ky është një burim i sigurt, të paktën 3 vende anëtare nga 27 kanë pasur probleme me grup kapitullin e parë, ku janë 5 kapitull, të cilat nuk e kanë miratuar, e kanë shtyrë të paktën për të premten ndaj ministri Gogu, që shpërndan lajme krejt të pavërteta, për t'i dhënë Edi Ramës një merit që nuk e meriton, pavarësisht se ne si opozit miratuam edhe rezolutën për të shprehur vullnetin ton, si mundet që të mashtroj publikun, të dalit kërkoj falje. Vetë ministri i drejtësisë nuk i risoli fjalët e thëna pak ditë më parë, por konsumoi politik duke akuzuar opozitën se ka kontribuar në ngecjen e procesit të integrimit me mijëra akuza. Negociata lëviz dhe nuk ngec, dhe gjatë kohës që kolegët e Ministrisë Drejtësisë dhe gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë punonin, më vjen keq që juve keni kontribuar në 8.000 akuza të ngecjes së procesit.
Kjo ka lidhje vetëm me të smirën që ju bën që ju të mos shikoni se si progreson Shqipëria, se si progresojnë institucionet dhe i vetmi formacion shoqëror në Shqipëri që është mërthyer 36 vjet përpara dhe ngec atje në standardet e korrupsionit madhor, në standardet e ndërhyrjes në pavarësinë e sistemit gjyqësor, në standardet e një shteti të kapur, jeni ju. Në një deklarat për mediat, kreu i grupit socialist Auland Balla shpreu bindjen se gjatë këtyre ditëve do të ketë lajme të mira për Shqipërinë. Jemi në përmbyllje të një jave brenda së cilës Bashkimi Evropian në respekt të atyre procedurave birokratike të vetat kalon nga grupi punës tek komiteti i përfaqësuesve, pra nga Koela tek Koreperi nesër, ku në farë mënyre miratohet gjithë ajo punë kolosale e bërë nga Kancelari Gjerman Friedrich Merz propozoi që vendeve të Ballkanit Perëndimor t'ju jepet statusi vëzhguesit në BE dhe të punohet me proces të përshpejtuar për integrimin e tyre, ndërsa Ukrainës t'i jepet statusi antare asociuar pa të drejtë vote. Në një letër që Merz u dërgoi liderëve të BE-s, ai vlerëson se nevojitet një dinamikë re për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavin. Ukraina duhet të marrë një antarësi të asociuar në Bashkimin Evropian si një hap vendimtar në rrugën e saj drejt antarësimit të plot, ndërsa Ballkani Perëndimor dhe Moldavia gjithashtu mund të afrohen me Bashkimin Evropian dhe procesi i tyre i pranimit të përshpejtohet. Kjo është kërkesa që kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz u bëri liderëve të Bashkimit Evropian përmes një letre drejtuar atyre. Në letër Merz propozon një dinamik të re pranimi në BE për kandidatët aktual, Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavin. Kjo sepse, siç shkruan ai, zgjerimi i Bashkimit Evropian është një domosdoshmëri gjeopolitike, por edhe një proces që zgjat shumë. Në pjesën e parë të letrës, duke u përqendruar në Ukrainë, Merz propozon një model antarësie të asociuar. Ndërsa Ukraina duhet të bëhet një shtet antar i plot, është e qartë sipas Merz se procesi i pranimit nuk do të përfundojë së shpejti. Megjithatë, nuk kemi kohë për vonesa të mëtejshme. Tani është koha për të ecur me guxim me integrimin e Ukrainës në BE përmes zgjidhjeve inovative si hapa të menjëhershëm përpara, shkruan ai. Në pjesën vijuese të letrës, kancelari gjerman pohon se Bashkimi Evropian duhet të qëndrojë vendosur në premtimin e tij se vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavia mund të bashkohen me Bashkimin Evropian. Unë sugjeroj që të shërtojmë zgjidhje inovative edhe për ato vende kandidate që janë përgatitur për pranimin e tyre prej kohësh, dhe që të përshpejtojmë edhe procesin e tyre të pranimit. Së bashku me kolegët do të vazhdoj të punoj për këtë, shkruan Merz. Ai propozon që BE-ja mund të parashikojë edhe për këto vende hapa të konsiderueshëm në rrugën e tyre drejt antarësimit, me për shembull akses të privilegjuar në tregun e brendshëm dhe lidhje më të ngushta me institucionet europiane në procesin e përditshëm të vendimmarrjes. Shqipëria nuk është gati që në zgjedhjet e ardhshme lokale të shkojë me një hartë të re territoriale. Kështu shpreh nga Pogradecia ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, duke theksuar se OSBE mbetet e angazhuar vazhdimisht në komisionin e posaçëm me rekomandime që reformat të jetë sa më efektive për të gjitha zonat. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, nga Pogradeci foli për reformën zgjedhore dhe hartën e re territoriale, duke u shprehur se prezenca e OSBE-s në Shqipëri është angazhuar vazhdimisht në komisionin e posaçëm me rekomandime që reformat të jetë sa më efektive për të gjitha zonat. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri është angazhuar në këtë punë për të mbështesur komisionin e posaçëm që nga fillimi vërtet punuar le të themi ngadalë, kanë humbur kohë, por gëzohemi që kanë rifilluar punën e tyre dhe si e keni thënë kanë punuar në temën e financimit të partive që është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës politike në ndonjë vend demokratik. Ambasadori Taran tha se Shqipëria nuk është ende gati që në zgjedhjet e ardhshme lokale të shkojë me një hartë të re territoriale. Deri tani nuk kam të dëgjuar që do të ishte gati një hartë e re, do të shikojmë.
e di që edhe për këtë kanë mendime të ndryshme. Mund të konsiderojmë që jemi akoma në periudhë tranzicion në Shqipëri. Mendoj që duhet të gjejmë një sistem që është më e përkatshëm për vendin tuaj. Sa i takon pakënaqësive të partive të vogla në lidhje me reformën zgjedhore që dominohet nga partitë e mëdha, ambasadori u shpreh se duhet të gjendet një sistem më i përshtatshëm për të gjitha palët. Socialistët dhe demokratët kanë miratuar me konsensus ndryshimet në rregulloren e kuvendit, duke miratuar atë në Këshillin për Rregullore, ndërkohë që demokratët janë tërhequr nga kërkesa për krijimin e Komisionit Parlamentar të Integrimit, socialistët kanë miratuar propozimin e tyre që Sekretariati i Etikës të ketë 6 anëtar me ndarje të barabartë. Mazhoranca dhe opozita e gjetën dakordsinë për ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Pas disa mbledhjesh, shkëmbimit të propozimeve dhe shumë kontaktesh, socialistët dhe demokratët u dakordsuan në Këshillin për Rregulloren para nisjes së seancës parlamentare. Arritje e kompromisit erdhi pasi si mazhoranca dhe opozita u tërhoqën nga disa prej propozimeve fillestare. Sipas ndryshimeve, drejtuesi prokurori speciale SPAK, raportin vjetor do ta bëjë vetëm në Komisionin Parlamentar të Mbikëqyrjes Institucionale, por jo në seancë plenare. Numri i komisioneve të përhershme parlamentare do të jetë 11. Në rregullore u saktësua se një deputet mund të firmos vetëm për një kandidat për drejtues të një institucioni të pavarur që zgjitet nga kuvendi. Në draftin fillestar, mazhoranca kishte propozuar që institucionet e pavarura kushtetuese të raportojnë vetëm te Komisioni i Mbikëqyrjes Institucionale, që drejtohet nga Fatmir Xhafaj, propozim që është kundërshtuar nga kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja. Në Komisionin Xhafaj do të shqyrtohen rezolutat për institucionet, ndërkohë që drejtuesi do të raportojnë te komisionet përgjegjëse. Sipas tipologjisë së aktivitetit, Partia Demokratike u tërhoq nga kërkesa për krijimin e Komisionit Parlamentar të Integrimit, që do duhej të drejtojë nga opozita. U miratua propozimi i Partisë Demokratike që Sekretariati i Etikës të ketë 6 anëtar me ndarje të barabartë, ku njëri prej të cilëve do të jetë sekretar. Nëse rezultati i votimit për një masë ndëshkuese do të jetë i barabartë, atëherë vota e sekretarit që do t'i takojë Partisë Socialiste do të jetë përcaktuese. Nëse do të ketë një vendim për përjashtim deputeti, masa do të pezullohet automatikisht nëse ankimohet në byron e kuvendit, ndërkohë që përjashtimet nga aktiviteti parlamentar do të llogariten me ditë kalendarike dhe jo me ditë pune, si dhe shoqërohet me ndalimin e pagës së deputetit, pra aq ditë sa është marrë masa disiplinore. Nga ana e saj, Partia Socialiste u tërhoq nga propozimi për përgjysmimin e kohës së diskutimit në seancë plenare nga 10 në 5 minuta. Pjesë e rregullores u bë propozimi i Partisë Demokratike, sipas të cilit në rast se një institucion nuk i përgjigjet kërkesës së një deputeti për informacion, ndërhyn kryetari i kuvendit, i cili do t'i drejtohet institucionit që të jap përgjigje brenda 5 ditëve nga kalimi i afatit. Në rast mosreagimi, do t'i kërkohet titullarit të institucionit marrja e masave disiplinore deri në shkarkim. Mes ndryshimeve u sanksionua propozimi i Partisë Demokratike që kryetarit e komisioneve, kur kërkohet nga opozita, të jenë të detyruar të thrasin mbledhjen e komisionit ose seanca digjimore me titullar institucionesh brenda 2 ditëve nga paraqitja e kërkesës. Mazhoranca pranoi propozimin e opozitës që seanca plenare mund të ndërpritet në orën 22 dhe të rifillojë ditën pasardhëse. Në ndryshimet në rregulloren e kuvendit përcaktohet se 2 grupet më të mëdha parlamentare u vijnë në dispozicion një numër i barabartë stafi politik mbështetës, i cili nuk mund të jetë më i vogël se numri i komisioneve të përhershme parlamentare. Palët rënë dakord që kur mbledhja e komisionit thirret nga 1/4 të anëtarëve, komisioni mbledhet brenda 2 ditëve kalendarike nga paraqitja e kërkesës. Nga foltorja e parlamentit, kryetari demokrat Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po i shmanget qëllimisht llogaridhënies. Berisha akuzoi për abuzime, shpërdorime dhe vjedhje të qindra miliona eurove. Sikur ndonjëherë në 35 vite, kreu i ekzekutivit i tmerruar nga vetja e tij nuk guxon të dalë në këtë platformë para qytetarëve dhe deputetëve për krime të rënda, për probleme të madhore që mbajnë autorsinë e tij. Parlamenti bllokohet në hetimin e tij. Ne jemi opozitë dhe nuk do pranojmë që në këtë parlament asnjëri të qëndrojë mbi kushtetutën. Pse nuk vjen? Sepse mali i fakteve dhe dokumentave e gropos atë, sepse ai vetë është kreu i sistemit korruptiv dhe se aferat e tij korruptive nuk lejohet të hetohen. Ku është djegësi i Tiranës 130 milion euro? Ku është impianti për punimin të ujrave të zeza
$20 milion kredi japoneze, 100 milion euro tjera të shpenzuara në rrugë. Pse nuk vjen? Nuk vjen sepse nxin në Shqipëri dhe në Europë me mbrojtjen e vjedhje që ka bërë me Lubi Ballukun. Gjatë interpelancës së mbajtur në kuvend me ministren e shëndetësisë Evi Sala, deputeti Sajmir Korreshi denoncoi kushtet në spitalin e Lushnjës dhe i cilësoi ambientet shëndetësore si qenef hane. Ministra Sala tha se problematikat në spital nuk kanë krijuar së fundmi, por janë trashëgimi e mungesës së investimeve ndër vite. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi gjatë interpelancës në kuvend me ministren e shëndetësisë Evi Sala denoncoi situatën sipas tij të vështirë në spitalin e Lushnjës. Deputeti e nisi fjalën me ironi, duke e pyetur ministren nëse kishte ngrënë mëngjes, ndërsa tregoi mëngjesin që u serviret pacientëve në spitalin e Lushnjës. Pyetja e parë ime drejtuar për ju është, a keni ngrënë mëngjes? Se unë po ju ofroj mëngjesin e spitalit Lushnjë, pacientë. Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e spitalit Lushnjë. Deputeti akuzoi ministra se ambientet e qendrës shëndetësore janë zhvendosur në ambiente të papërshtatshme që i cilësoi si qenefhane. Kush e mban këtë përgjegjësi që të gjithë pacientët e spitalit Lushnjë të rrinë në qenefhane? Kush? Pse nuk vini bashkë me mua dorë për dore të vizitojmë ambientet e spitalit Lushnjë? Pyetje drejt për drejt nga pacientët dhe nga qytetarët e Lushnjës. Qa punë bën ministra e shëndetësisë? Rrin në aeroplan apo do të shikojë dhe spitalet që kanë në varësinë e saj? Se prap nga ky raporti që thoni ju janë mbi 100 milion lek ilaçet s'ka duara. Në përgjigje të Korreshit, ministri e shëndetësisë Evi Sala tha se problematikat në spital nuk janë krijuar së fundmi, por janë trashëgimi e mungesës së investimeve ndër vite. Ne kemi zgjedhur rrugën më të vështirë, por më të përgjegjshme, të investojmë duke garantuar vazhdimsinë e shërbimit. Për këtë arsye është miratuar dhe po zbatohet një plan i përkohshëm riorganizimi dhe shërbimet e urgjencës, imazhrisë, kirurgjisë dhe repatet e tjera vijojnë aktivitetin e plot në ambiente të tjera funksionale të spitalit. Ka një dallim të madh mes kritikës konstruktive dhe përpjekjes për të deformuar realitetin. Ministri u shpreh se qeveria i mirëpret kritikat konstruktive, por kundërshtoi sipas saj retorikën që tenton të paraqes spitalet publike si struktura të braktisura. Është e lehtë të bësh opozit me batuta. Më e vështirë është të ndërtosh spitale, të financosh aparatura dhe të mbash sistemin në punë gjatë rikonstruksionit, siç ne po bëjmë sot. Teksa replikoi me ministra Sala, Korreshi ironizoi fjalën e saj duke e cilësuar si revistë televizive. Po e turp, kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk u vjen turp. Po hajde pra shkojmë Lushi të dy dhe të shikojmë se çfarë strukture ke. Kaq. Turp. Sepse po të kishin një fije të cipje, thoshit u boku po e pas kam lënë shëndetësinë. Si rika mu këtu. O bobo. Nënkryetari i Parlamentit Agron Gjek Markaj në vijim të vizitës zyrtare në Parlamentin e Austrisë zhvilloi një takim me kryetarin e grupit parlamentar të miqësisë Austri-Shqipëri, Mikael Hammer, si edhe me antar të këtij grupi parlamentar. Gjek Markaj falenderoi deputetët austriak për mbështetjen e vazhdueshme që Austria i ka dhënë Shqipërisë në procese demokratike dhe integruese, duke theksuar se integrimi evropian duhet të mbetet një proces i bazuar mbi meritën, standardet demokratike dhe shtetin e së drejtës. Nënkryetari i Parlamentit ndau gjithashtu shqetësimet lidhur me zgjedhjet e 11 majit, problematikat e evidentuara edhe në raportin e OSBE-Odirit, nevojën për më shumë hapësira demokratike për opozitën në jetën institucionale shqiptare, si dhe fenomenin e rrezikshëm të unifikimit të partisë me shtetin.
Gjykata kushtetuese ka kaluar për shqyrtim në seancë plenare kërkesën e deputetëve Agron Shehaj dhe Ralt Kapri, të cilët kërkojnë të drejtën për të aksesuar dosjen e SPAK ndaj ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, e depozituar në kuvend në kuadër të kërkesës për heqjen e imunitetit. Çështja është pranuar për shqyrtim dhe do të trajtohet në bazë dokumentesh në seancë plenare nga gjykata kushtetuese. Dy deputetët pretenduan se kuvendi nuk u ka vënë në dispozicion dokumentacionin e plotë të ardhur nga SPAK në kuadër të procedurave parlamentare që lidhen me kërkesën ndaj Ballukut. Mazhoranca socialiste e rrëzoi kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Ballukut. Ish-ministri Shëndetësisë Ilir Beqaj nuk është vendosur prapa kafazit prej xhami në gjykatën e posaçme, por ai është ulur në bankën e të pandehurve për krah avokatit të tij. Ish-ministri Ilir Beqaj, sikurse edhe politikanë të tjerë në gjykatën e posaçme, kanë pretenduar prej kohësh se mbajtja prapa kafazit të xhamit ishte një trajtim çnjerëzor. Gjatë seancës, avokati Beqajt i bëri kërkesë gjykatës që të pushohet çështja penale ndaj tij dhe të dërgohet për gjykim incidental në gjykatën kushtetuese. Nga ana e tij, Ilir Beqaj foli për pengesë për mbrojtje efektive dhe sipas tij, kallëzimin e nismës turje lidhet me interesin e personit që e drejtonte që kishte qëllim goditjen e tij. SPAK e akuzon Ilir Beqajin për aferën e koncesionit të sterilizimit dhe ka ngritur ndaj tij akuza të rënda. Koncesioni i sterilizimit ishte me afat 10 vjeçar dhe është konsideruar si koncesioni më i shtrenjtë i shëndetësisë në vend. Babai Ervis Martinaj dëshmoi në gjykatën e posaçme në procesin për sekuestrimin e pasurive, duke këmbgulur se të ardhurat e familjes burojnë nga aktiviteti i ligjshëm ndër vite. Në dëshminë e tij, ai foli edhe për zhdukjen e të birit, duke shprehur zhgënjim për mungesën e përgjigjeve nga autoritetet pas 4 vitesh. Mustafa Martinaj, babai i Ervis Martinajt, i njohur si mbreti i kumarit, i zhdukur pa gjurmë prej 4 vitesh, dëshmoi këtë të njëjtën në gjykatën e posaçme në kuadër të procesit gjyqësor që lidhet me sekuestrimin e pasurive të tyre. Gjatë dëshmisë së tij, babai i Ervis Martinajt deklaroi se është ekonomist me profesion dhe se prej 30 vitesh ushtron aktivitet në fushën e biznesit. Përpara trupës gjykuese, ai deklaroi se pas vitit 97 është angazhuar në aktivitet privat, duke administruar ekskluzivitete në 4 rrethet vendit dhe duke realizuar sipas tij të ardhurat të konsiderueshme, të ndikuar edhe nga periudha e luftës së Kosovës dhe remitancat e larta të kohës. Mustafa Martinaj deklaroi se në vitin 2007 ka punuar si administrator banke, aktivitet nga i cili siguronte rreth $60.000 të ardhura, ndërsa pretendoi se disponon rreth 3.5 milion euro të ardhura dhe rreth 6 milion euro kredi, të gjitha të dokumentuara me vendime bankare. Sipas tij, pasuritë janë krijuar nga puna dhe aktiviteti i ligjshëm ndër vite, gjë që mund të vërtetohet me dokumenta. Familja ime përbëhet nga unë, bashkëshortja, 2 vajza dhe indjeri djali im që nuk është më. Më vjen turp që vi për lecka e për tulla dhe nuk jam thirrur një herë nga ana juaj për zhdukjen e Ervisit. Kam dhënë deklarime, por nga ju asnjë sinjalizim, theksoi babai Martinajt. Ai shpjegoi më tej se i biri ka kryer një pjesë të studimeve në Itali, por nuk u diplomua, pasi u kthye në Shqipëri ndërsa vitet e fundit ai tha se merre me aktivitetin e lërave të fatit. Nëse do të më pyeste mua, s'do të hynte as e rrugë, tha i moshuari. Ai deklaroi se pas shtukjes së të birit, familja e tij është përndjekur nga policia, për sa kohë që janë ushtruar 23 kontrolle. Ervis Martinaj rezulton i zhdukur prej 4 vitesh dhe autoritetet ende nuk kanë një përgjigje për fatin e tij. Ai ishte në përplasje me disa grupe kriminale në vend për shkak të lërave të fatit dhe në luftën ashpër mes tyre ju ekzekutuan disa prej njerëzve të besuar, përfshirë dhe kushëririn e tij Brillant Martinaj dhe 2 miqtë e tij tek mbikalimi i fushkrujës. Prokuroria e Tiranës do rihap hetimet ndaj Gjergj Cukalit, i njohur si Forti Myslimshyrit, për vrasjen e ish-policit Arben Bilali në vitin 2019. Vendimi u mor nga gjykata e apelit, e cila rrëzoi pushimin e çështjes dhe urdhëroi kryerjen e veprimeve të reja hetimore brenda 3 muajve. Prokuroria e Tiranës do të rihap hetimet për Gjergj Cukalin, të Fortin e Myslimshyrit, i akuzuar për vrasjen e ish-policit Arben Bilali në zonën e Selitës në 2019. Gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm vendosi të prish vendimin e gjykatës së Tiranës që pati vullosur pushimin e hetimeve dhe ktheu aktet në prokurori për të vijuar çështjen mbi Cukalin për akuzat e vrasjes me paramendim dhe armbajtjes pa leje. Në dokument, gjykata e apelit ka përcaktuar veprimet hetimore që prokuroria duhet të kryej brenda një afati 3 mujor nga dita e komunikimit vendimit. Në 2020, me kërkesë të organit të akuzës,
Gjykata e Tiranës pushoi çështjen penale ndaj Cukalit për mungesë provash. ADN-ja e gjetur një shishe plastike që u zbulua në makinën e përdorur në vrasje, u konsiderua prove pavlefshme, pasi pretendoi se ishte marrë në kundërshtim me ligjin. Arben Bilali ish punonjës policie I cili kishte qëndruar për një kohë të gjatë I ngujuar, u qellua për vdekje në zonën e Selitës. Familjes Bilali ishin vrarë edhe 2 djemtë të tjerë, Bujar Bilali në vitin 1998, ndërsa Leonard Bilali ish mundës I Dinamos në gusht të vitit 2010. Familja Bilali ishte në hasmëri me familjen Gjebafti dhe dyshohet se vrasjet kanë pikërisht këtë motiv. Ekzekutimi mafiozi ish polici dhe anët e errta të hetimit janë drejtuar më herët edhe në emisionin në Shënjestër në News 24. Tre persona morën peng një 20 vjeçar në Vlorë në këmbim të një shume monetare prej 6.000 eurosh. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës, ku 3 të rinj, 2 prej të cilëve vëllezër në bashkëpunim me njëri tjetrin, morën me forcë në automjet një 20 vjeçar dhe më pas e çuan në një ambient të veçuar, ku ushtruan dhunë ndaj tij me qëllim përfitimin e 6.000 eurove. Policia arrestoi një prej të rinjve dhe shpalli në kërkim 2 të tjerë, të cilët do të përballen me drejtësinë për veprat penale, rrëmbimi ose mbajtja penge personit dhe shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë të kryera në bashkëpunim. Një I vdekur dhe 2 të plagosur është bilanci nga një aksident që ndodhi në qytetin e Shkodrës. Një automjet që u fut në kundërvajtje u përplas me një mjet tjetër në rrugë dhe më pas mori përpara një biçiklet, drejtuesi së cilës gjeti vdekjen e menjëhershme. Ky është momenti kur 2 automjete në Shkodër u përplasën me njëri tjetrin dhe me një person në biçiklet, I cili ndërroi jetë në vendngjarje. Aksidenti tragjik ndodhi mëngjesin e kësaj të enjteje në unazën perëndimore të Shkodrës, ku mjeti tip Benci drejtuar nga Adnan Galica u fut në kundërvajtje dhe përpasoj u përplas ball për ball me mjetin që drejtoi nga Fatbardlishi. Benci drejtuar nga Adnan Galica përplasi edhe një 50 vjeçar që po lëvizte me biçiklet, I cili gjeti vdekjen e menjëhershme. Si të shihet edhe përmes këtyre pamjeve të siguruara nga News 24, përplasja ka qenë tepër e fortë, nga e cila mbetën të plagosur edhe 2 shoferët që u dërguan për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme. Policia e Shkodrës po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Dera e brendshme e një banese në Ril të Lezhës u shpërthye me lëndë plasëse, të cilët autorët e kishin montuar pasi ka përcyen portën e jashtme prej hekuri. Mësohet se pronari Tom Çungu jeton mes Shqipërisë dhe Italisë, ndërsa në banesë në çastin e shpërtimit nuk ndodhej askush. Një sasi lëndë plasëse shpërtheu derën e brendshme të një banese 3-katshe në Ril të Lezhës. Ngjarja ndodhi mëngjesin e kësaj të enjteje, ku autorët kaluan rrethimin e banesës së shtetasit Tom Çungu dhe montuan lëndën plasëse në derën e brendshme. Shpërthimi ishte tepër I fuqishëm dhe dëmet materiale tepër të mëdha, ku veç dyerve dhe dritareve janë shkaktuar shembje të konsiderueshme të mureve të brendshme dhe çatisë së shtëpisë, duke shkaktuar panik te fqinjët. Kur ne im zhurmën ne na dul gjumi. U shumë, u trënditëm, u tremëm, edhe u shumë, dulum jashtë, këshyrëm se shysha koha se në duk si me konë rofe, nuk pam gjë, I fuqishëm, ashtë dridh shtëpia në qatë mënyrë sa nuk dikuja me kallëzue. U dridh shtëpia, se s'po shkullet me gjitha mel nuk e ditëm. Na njofim për familjet mirë, kanë jetë u jashtë, pa na s'dim gjën fjalë të keqe kur për ta. Në çastin kur ndodhi shpërthimi në banesë nuk ndodhej askush dhe policia bën me dije se pronari Tom Çungu jeton mes Shqipërisë dhe Italisë prej më shumë se 20 vitesh. Sipas grupit hetimor, dyshohet se autorët janë afruar përmes rrugëve dytësore pasi nga verifikimet e deri tanishme në kamerat aksit kryesor nuk janë konstatuar lëvizje të dyshimta në orarin e shpërthimit. Grupi hetimor po administron gjithashtu pamjet filmike të disa bizneseve pranë superstradës për të evidentuar çdo lëvizje që mund të lidhet me ngjarjen. Deri tani nga hetimet paraprake nuk rezulton që familja Çungu të ketë pasur konflikte apo precedent problematik. Policia thotë se ende nuk janë identifikuar autorët që montuan lëndën plasëse në derën e vilës 3-katshe dhe në drejtimin e prokurorisë Lezhë po kryen veprimet hetimore për sqarimin e plot të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.
Një nga autorët e dyshuar të grabitjes me armë të argjendarisë në Kamës është arrestuar nga policia. 22 vjeçari Elez Hysa u kap në malsinë e Krujës, ndërsa në banesë ju gjetën sende të djegura të dyshuara të përdorura në ngjarje. Disa prej bijuterive të grabiturave, autorëve u kishin rënë gjatë rrugës teksa ndiqeshin nga policia. Arrestohet një nga autorët e dyshuar të grabitjes me armë në një argjendari në Kamës e ndodhur pak ditë më parë. Në pranga është vënë 22 vjeçari Elez Hysa nga Kruja. Njeriu u kap në malsinë e Krujës dhe gjatë kontrollit në banesë, atij janë gjetur rroba dhe sende të tjera të djegura, të cilat dyshohet se i ka përdorur gjatë grabitjes. Po ashtu burimet sqarojnë se janë gjetur edhe disa kuti bojrash, të cilat dyshohet se janë përdorur për lyerjen e motorit, që t'i shmangeshin identifikimit nga policia. Parahetuesve 22 vjeçari Hysa e ka mohuar përfshirje në grabitje. Ai rezulton me precedent për kultivim kanabisi, ndërsa tashmë do të hetohet për veprën penale, vjedhje me dhunë. Mësohet se policia ka identifikuar edhe autorin tjetër dhe po punon për kapjen e tij. Arma me të cilën 2 të rinjt kryen grabitjen nuk është gjetur ende, madje as edhe motori me të cilin u larguan pasi kryen grabitjen e bijuterisë. Ndërkohë ditën e grabitjes, rrugës për arratisje 2 autorëve u kanë rënë disa bijuteri, të cilat janë gjetur nga policia në ndjekje, ndërsa pas arrestimit të 22 vjeçarit, policia nuk ka gjetur bijuteri në banesën e tij. Do të shkojmë tani me pamje të drejtë për drejta nga Kuvendi, po flet deputeti Agron Shehaj. Po diskutojmë paketën këtë projektligjin Porta e Alpeve. 100 milion euro për Bashkinë e Shkodrës. Sot më bëri përshtypje që kryetari i Bashkisë së Shkodrës ishte shumë i lumtur për të paketë. Ishte shumë i lumtur, 100 milion euro. Por pyetja është, ky kryetari i Bashkisë së Shkodrës, që është i akuzuar dhe i marr i pandehur për korrupsion, mos vallë arsyeja pse është kaq i lumtur është se erdhën paratë tek ai. 100 milion euro, ishte njeriu më i lumtur. Ju mendoni se Bashkimi Evropian do pranoj një vend ku kryetari i Bashkisë i pandehur për korrupsion vazhdoni që dënon detyrë? Harroheni. Nuk ka për të ndodhur, nuk e kuptoni. Po fryn një erë e re, pavarësisht e bëni sikur s'ka ndodhur asgjë, pavarësisht e thoni ne prap do rezistojmë, do ja dalim, do hyjmë në Bashkimin Evropian edhe asgjë nuk ndryshon, ju do mendoni se do vazhdoni të vidhni, po kjo s'ka për të ndodhur, nuk ka për të ndodhur, harroheni, nuk mund të vazhdoni të vidhni siç po bëni. Nga ana tjetër shkoni çfarë po ndodh në Vlorë, me që kemi këtu dhe ministrin. E keni parë, zoti ministër, që po ndodh në Vlorë, apo nuk keni parë, nuk ju bën përshtypje? Në Vlorë, thua si kur jemi në 95-ën, ose në 2000, apo në 2005-ën, po vidhet, dikush që ka 2%, po i vjedh 98% ortakut, me bekimin tuaj, absolutisht. Çmenduri. Është çmenduri. Në 2026 në Shqipëri, pa gjë të keqe, prishen pazaret, dhe pavarësisht se dikush ka 98% të kuotave të pronës, e merr dikush që ka 2%, dhe ju i dërgoni policinë në mbrojtje. E keni parë apo jo? Apo juve nuk ju intereson? Harroni që ai ishte një koncesion i shtetit shqiptar? Harroni që aty është detyrimi i shtetit shqiptar që të paguaj me taksat tona koncesionarin? Mendoni se është loja juaj? Është lodra juaj në të cilën ju të pasuroheni? Dhe në fillim ja kaloni Bexhet Pacollit, pastaj prisheni me Bexhet Pacollin dhe ja kaloni atij tjetrit. Sikur s'ka ndodhur asgjë. E kuptoni çfarë ndodh apo jo? Ndërkohë që drejtësia po vepron. Juve nuk u bën fare përshtypje. Belinda Balluku në hije vazhdon të njëjtin avaz. Vazhdon biznesi. Business as usual. Nuk ka asnjë problem, ju thot ai. Vazhdoni. Mos e vrini mendjen. Edhe me Bashkimin Evropian u thot tani e rregullova, e pat, kaloi. Pavarësisht vjedhjeve kaloi. Vetëm në këtë vend mund të ndodhë.
ndërkohë që po ju fuzi në burg, ndërkohë që ankoheni për para burgimin, po ju hetojnë të gjithve. Dhe do ju hetojnë të gjithve. Nga sot, deri në ditën, kur Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, do dilni të gjithë para drejtësisë, nuk ka asnjë dyshim. Ju mendoni se do ketë kthim pas, ju mendoni se do kthehemi në kohën kur ju mund të bëni gjithë shka dhe nuk ndodhe asgjë, ishit paprekshëm, nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Ajo që po vazhdoni e bëni, vjedhjet që vazhdoni e bëni, si në rastin aeroportit të Vlorës, janë një skandal i vërtet, dhe qeveria e ka kyçur gojën, nuk flet. Nuk flet. Një koncesion mbi 100 milion euro. Kush do i paguaj ato para? Nëse koncesionari fiton në arbitrazh, kush do t'i paguaj? Po s'do t'i pagoni ju. S'do t'i paguaj Edi Rama. Do i paguajnë qytetarë shqiptarë. Nuk keni për t'ja dalë. Kjo është e sigurt. Nuk ka kthim pas. Të gjithë do dilni para drejtësisë. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Glecara, ndodhet në sallë, zoti Redi Muçi. Përgatitet zoti. Ndoqëm disa qaste këtë seancë plenare, vijojmë tani me të tjera informacione. Ndryshimet e rëndësishme në mënyrën e funksionimit dhe karrierës në Policinë e Shtetit pritet të diskutohen në Kuvend përmes një projekt ligji të ri që prek emërimet, gradat dhe promovimet e efektive të Policisë së Shtetit. Deputeti i Partisë Socialiste Bujar Rexha ka depozituar në Kuvend një projekt ligj të ri për Policinë e Shtetit, ku propozohen disa ndryshime të rëndësishme në emërimet dhe karrierën e efektivëve. Një nga ndryshimet kryesore është heqja e garës për shumicën e posteve drejtuese në polici, përveç gradës drejtues madhor, grad kjo që mbahet vetëm nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Sipas deputetit socialist, procedurat aktuale të konkurimit janë të gjata, burokratike dhe pengojnë punën normale të strukturave policore. Projektligji parashikon gjithashtu që një ish drejtori i përgjithshëm i policisë, pas largimit nga detyra të mos dal automatikisht nga sistemi, por të vazhdoj karrierën pranë uniformave blu me gradën drejtuesi parë, duke shërbyer në role të tjera, si këshillues apo pedagog në Akademinë e Sigurisë. Ndryshime propozohen edhe për sistemin e gradave, afati për kalimin nga grada komisar në kryekomisar dhe nga kryekomisar në drejtues, propozohet të ulet nga 5 në 4 vite, me argumentin se punojësit që japin rezultate nuk duhet të presin gjatë vetëm për shkak të procedurave formale. Po ashtu drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit do të ketë drejtën të japë ngritje në grad edhe para afatit, në raste të veçanta për efektiv që dallohen për akte heroike apo rezultate të larta në luftën kundër krimit. Ndërsa mandati i drejtuesit të një departamenti kërkohet të ulet nga 4 në 3 vjet dhe pas përfundimit të mandatit ka të drejtë rikandidimi për një mandat të dytë. Propozimi për emërimin e drejtorit të departamentit bëhet nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit dhe emërohet nga ministri i Brendshëm. Ndërsa për shefin e komisariatit, në projekt ligj përcaktohet qartë se kushdo që zgjidhet në këtë post duhet të mbaj gradën komisar ose kryekomisar. Ndryshimet pritet të diskutohen fillimisht në komisionet parlamentare dhe më pas të kalojnë për votim në Kuvend. Tirana pret konferencën e 63 të platformës europiane të autoriteteve regulatore, ku marrin pjesë delegacione nga 42 vende europiane. Në qendër të diskutimeve janë liria e medias, përgjegjësia e platformave digjitale, transparenca në pronësinë mediatike dhe parafrimi i legjislacionit shqiptar me standardet europiane. Në Tiranë po zhvillohet konferenca e 63 e platformës europiane të autoriteteve regulatore, EPRA, ku për herë të parë Shqipëria mirëpret delegacione nga 42 vende për të diskutuar sfidat e tregut mediatik dhe standardet e reja të rregullimit audioviziv. Konferenca organizohet nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, dhe në fokus të diskutimeve janë liria e medias, përgjegjësia e platformave digjitale, transparenca në pronësinë mediatike dhe parafrimi i legjislacionit shqiptar me standardet europiane. Kryetaria e bordit të EPRA-s, Stefani Komei, e cilësoi EPRA një forum neutral dhe jo politik.
EPRA është një forum i hapur jo politik dhe neutral në operacione, antarët duhet të ruajnë të njëjtat vlera dhe neutralitetin institucional. Kryetarja Amas, Armela Krasniqi, prezantoi zhvillimet kryesore të tregut audioviziv në Shqipëri dhe strategjinë e institucionit për periudhën 2024-2026. During 2025, we have approximately 110 decisions. Në vitin 2025 ne kemi gjithsej 110 vendime dhe pas disa vitesh ne kemi këtë borë që ka ndërmarrë 550 vendime që janë marrë me 60% vota unanime. Nga monitorimi i zgjedhjeve, në 5 vite kemi pasur 7 fushata elektorale, 2 të përgjithshme, 1 për zgjedhjet vendore dhe 4 për zgjedhje vendore të pjesshme. Edhe për këtë, me të dhënat që prodhuam nuk patëm asnjë ankesë si nga konkurrentët politik, nga shoqëria civile apo edhe nga partitë politike. Kemi raste nga TikToku, ku janë 346 video që ishin bllokuar dhe që TikToku jepte ende në Shqipëri, kurse tani kemi vetëm 39 video që raportohen si dhunim i legjislacionit ton kombëtar. Gjatë konferencës u diskutua dhe aksesueshmëria e personave me aftësi të kufizuar në transmetimet audiovizive, ndërsa vendet të ndryshme europiane ndan praktikat dhe sfidat e tyre në këtë drejtim. Në mbledhjen e radhës, Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja të tregtimit të karburantit në Shqipëri që hyn në fuqi prej orës 13. Pas këtij vendimi, nafta do të tregtohet me 197 lek për litër, 5 lek më pak se ishte vendosur në mbledhjen e mëparshme. Ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar 182 lek për litër, 2 lek më pak se vendimi i fundit i Bordit. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi i Transparencës tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Bllokimi i kolektorëve të ujrave në Ferras të Levanit, ndikuar edhe nga përmbytjet e pak muajve më parë, ka bërë që ujrat e zeza të dalin në sipërfaqe. Sipas banorëve, ndotja është alarmante dhe thonë se kompania përgjegjëse prej 4 vitesh nuk ka kryer asnjë pastrim të tyre. Shoqëria Ujësjellës Kanalizimeve Fier bën të ditur për News 24 se do të ndërhyjë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve. Bllokimi i kolektorëve nga përmbytjet e pak muajve më parë ka bërë që në Ferras të Levanit ujrat e zeza të dalin në sipërfaqe, duke shkaktuar ndotje alarmante në zonë. Në Ferras jetojnë rreth 300 familje, ku banorët shprehen se kompania përgjegjëse për mirëmbajtjen e kolektorëve nuk angazhohet për pastrimin e tyre. Situata paraqitet më shqetësuese pranë pallateve, duke u bërë shkak për konflikte të vazhdueshme mes fqinjëve. Nuk funksionon kolektori fare, u mbytëm. Na vim brenda, na eri poshtë krevatit, zie me njerëzit, nga do vetë, dhe do hap kapakun. Eri lumi si vjet u blokua dhe jemi deri këtu. Pardia ra 20 minuta shi, 20 minutë dole në borë, malë që su fut brenda banjot në për shpi. Gjithë problemin e ka ky zotnia në katë parë, ne jemi në katë dytë. Tani mua do mi vëri një tapajt poshtë edhe të notoj dhe unë lartë. Ata përrim flën gjumë. Po ne që i paguajmë të tëra detyrimet me një pension 200.000 lek, shteti të vëri dorë të neve. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve, problemi ende nuk ka marrë zgjidhje. Ku do ankohemi, ku do vëmë? Po ne dimre për hartë, po kemi aty më. Na që kur u bë kolektori, e shgritu rruga, ngellën në borët grop. Ujt edhe të shiut që bje këteja, kthehet vjen atje, më vjen të shkallë. Tash një sëmundja fillon në midra e drejtje të tëra aty, do mi zgjidhje. Kush po na ndëgjon? Të gjithë duan të hanë. Shikojnë atë xhepi, i dhe 5 lek, do vi ta shukë gënjet. Marrin votat, jara ne pensionistët po marrin votat. Po i për popullin, se jemi për faqe zezë. Kot sa po jetojmë, kështu po them unë vetën time, pse s'po më me? Pas ngritjes së shqetësimit nga banorët, News 24 u interesua pranë shoqërisë rajonale të Ujësjellës Kanalizimeve Fier, të cilët bëjnë me dije se investimi i kryer në këtë zonë nga bashkia nuk ka qenë asnjëherë në varësinë dhe menaxhimin e tyre. Shoqëria e Ujësjellës Kanalizimeve bën të ditur se do të ndërhyjë brenda 2 ditëve për pastrimin e kolektorëve të bllokuar, por pavarësisht kësaj, banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare dhe jo provizore.
Forcat speciale Ukrainas e goditën selin e FSB-s, agjencisë kryesore ruse të sigurisë në një fshat në Kherson, duke shkaktuar rreth 100 të vdekur dhe të plagosur. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, e shkroi këtë në X duke i bashkangjitur mesazhit të tij një video që tregon momentin kur dronët e Kievit godasin njëkohësisht ndërtesat në një fshat. Rusët duhet të ndjejnë nevojën për t'i dhënë fund kësaj lufte, përfundoi udhëheqësi i Ukrainas, por ky nuk ishte sulmi vetëm i ditës. Ukraina mori përsipër edhe goditjen ndaj rafinerisë së naftës në qytetin rus Syzran, rreth 800 kilometra larg kufirit Ukrainas. Zelensky e quajti sulmin një tjetër sankcion me rrezet të gjatë ndaj industrisë ruse të naftës dhe falenderoi njësitë speciale ukrainase për operacionin. Këmë sërish me pamje të drejt për drejta nga seanca plenare, po flet në këto momente deputeti Gazmend Bardi. Kalojmë të porta hyrëse e Alpeve në Shëngjin. E dyta, që nevoj keni ju të merë një hua? Se do duhet ne të marrë 100 milion euro hua për të financuar disa projekte që ne themi nuk i kemi, ju thoni po doni ju avëm dispozicion, po i marim që ju i keni. Po pse duhet marim hua? Ju a gjej unë financimin. Kërkojni Belinda Ballukut të kthej 50 milion euro që volli nga tuneli i Llogaras. Zotrote, merr mbrapsh 50 milion euro që ke paguar kot për 2 tecet lëndruse të Vlorës, dhe të qojmë jo 100 milion, 130 milion euro të investojmë në Bashkinë e Shkodrës dhe në qarkun e Shkodrës. Dhe s'ka nevoj që për shkak të parimit tuaj, që paratë e shqiptarëve të gjallë ne i vjellim, hajde tani na jepni autorizim që të fusim borxh edhe shqiptarët që s'kan lindur akoma. Dhe ne këto nuk e pranojmë dot. Kërkojni të kthejni këto para, janë 130 milion euro, me 2 projekte që i ka e njëjta ministri. 50 milion euro të paguara kot në tunelin e Llogaras, nga gara e parë tek e dyta, ndërkohë që kosto e tunelit është e provuar që ka kushtuar sa ç'ishte tenderi i parë, pra 140 milion euro dhe jo 190 milion euro, dhe s'dyti 80 milion euro që keni paguar për 2 tecet lundruse që nuk na kanë ofruar energji elektrike, as në sasin e 80 milion eurove, dhe sigurisht as me çmim më të leverdisshëm, përkundrazi, 6 herë për aq sa që kanë prodhuar, aq pak sa që kanë prodhuar, 1 ditë e gjys energji elektrike për Tiranën, gjithsej kanë prodhuar, me çmim 6 herë më të shtrenjtë se sa ç'është çmimi në bursë. Ne nuk po i hy 430 milion eurove të incineratorëve që vazhdoni akoma t'i jepni, ndërkohë që atje incinerator nuk ka. Prandaj përpara se të vini të kërkoni këtu autorizim nga kuvendi për t'ju dhënë leje që të merrni ua, dhe ua për kë? Ti çojmë thot Benet Becit 100 milion euro. Po Benet Beci 700.000 euro kishte një tender, dhe e di zotrote çfarë thoshte? 200.000 euro ti çojmë për punë, 500.000 euro ti ndajmë ne profesorat e Oxfordit. Apo se ke dëgjuar ti këto? E ke dëgjuar. Tani ti thua, ky që në 700.000 euro tender çonte 200 për punë dhe 500 i fuste në xhep, ti çojmë 100 milion euro. Që 10 milion ti çoj për portën e Alpeve dhe 90 ti fusin xhep. Dhe na thoni ne, si s'votoni ju. Po s'votojmë pra, se është profesor i Oxfordit që i vjell parat e shqiptarve. Si mund të votojmë ne që t'i çojmë këto fondet e ky njeri? Si mund të ndodhë kjo? Kur dhe në asnjë rast. Tani, për të ndalur pak, se ju kam gjuar gjithë këtë kohë, që keni gënjur çdo shqiptar të madh të vogël. Do të ndjekim tani fjalën e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha në një aktivitet të organizuar në Selim Blu. Po gjithashtu të
shpreh mirëseardhjen zonjave të nderuara deputete, personalitetet të shquara nga Suedia, Kroacia, Kosova, Malizi, Serbia, pra nga rajoni. Të shpreh vlerësimin tim për çështje që keni zgjedhur në këtë konferencë. Çështje ka përkthim apo jo? Okay. I could go in English. Sepse nuk po marrin vesh zonjat. Then I'll change in English. Yeah, I will speak in English. Okay. That's, I'd like to express my deep appreciation for themes chosen for this debate. Very fundamental, most fundamental. EU enlargement and NATO and security, these are by far the most important matters. Ishim me këtë pamje të drejtë për drejta nga selia e Partisë Demokratike, kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vende reune dhe bote. Ftoj të vizitoni faqen balkanweb.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.